Projekti rrugës Driton Islami në Ferizaj, ende pa përfunduar, ka sjell pakënaqësi tek bizneset dhe banorët e kësaj pjese të qytetit. Ky projekt kapital parasheh që asfaltimi me 4 korsi të ketë edhe bariera, por për afaristët që operojnë aty, ato po shihen si pengesë për zhvillimin e biznesit të tyre dhe për këtë arsye, ata me peticion ju kanë drejtuar komunës së Ferizajt dhe ministrisë. E gjithë logjat, të gjithë bizneset janë bashkue, kanë përgatitur një peticion, ja kanë dërguar organeve përgjegjëse dhe presën përgjigje, mirë por deri tani. E kemi dërguar peticionin veç në komunë apo edhe në ministri? Jo, edhe në ministri e kemi dërguar, edhe këtu. Organet e ministrisë kanë thonë se në rast se japin pëlqimet organet komunale në pa pengesë e zgjedhëm këtë problem. Mbetet vetëm pëlqimi nga komuna dhe me u rregullua kjo. Në rast se vendosën barierat, atëhere drejt për drejti paraqet ngulfatje të bizneseve, për arsye se nuk kanë mundësi me u qasun me mjetet randa me hije në biznese. Unë e kam reportin prodhues atje dhe në rast se asin në këtë rrugicën që këtu e shqipni, ma nuk ka mundësi me hi me ma unë. Do atë vetëm me veturat vogla me bo transportin deri. Kjo është një ngulfatje e biznesit. Barierat pengojnë për një arsye, se do të çdo herë me shku në rreth për mu kyç. Për shembull, dikujt ai qëllon rrethi më lart, dikujt më ngat. Për shembull, më kon se kjo forma rrugës Gjelonit na konvenon më shumë biznesit, po tash jeta nuk ka këtë veç për biznese. Jeta është edhe për jetë private, për siguri, për këtë senet. Normal me bariera o më e sigurt. Po, neve na konvenon pa bariera. Edhe besoj që edhe bizneset tjera ju konvenon pa bariera. Por jo vetëm bizneset, shqetësimi për këtë çështje i ka kapur edhe banorët e fshatit Alinoc të Erdive. Këta banorë të cilët po ashtu kanë nënshkruar peticion, po thonë se nëse rruga do të bëhet me bariera, jeta do t'ju vështirësohet edhe më shumë. Kemi kërku barierat mos me rruga me qenë e hapën, jo me bariera. Pse, çka ju pengon juve banorët? Po pengon e para pikë pengon. Nxënësat kur të shkojnë në shkollë do të mos sjell. Do të me zgjatet rruga. E dyta, bizneset funksionojnë vetëm në krahën e vet. Edhe kur gjë tjetër s'ka. Edhe këtu është qytet. Kjo nuk është një rrugë magjistral që duhet me shku për Prishtinë apo Tiranë apo çka diuni. Po ne përgjigje po presmi, po aja përgjigje pedim edhe para kohës se çysh do të na vjen. Derisa banorët dhe bizneset e kësaj pjese të qytetit po presin përgjigje nga institucionet, kryetari i komunës dhe zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës thonë se projekti është hartuar 3 vite më parë dhe si i tillë parasheh që rruga Driton Islami të ketë në mes të saj hapësirë me gjelbrem. Ndërkaq për kërkesën e banorëve thonë se duhet diskutohet në një nivel më profesional. Unë mendoj që janë marrë parasysh edhe kërkesat e banorëve të asajane, sepse janë zhvillu debate publike, janë kryer të gjitha procedurat për realizimin e këtyre projekteve, ka pas një konsenzus për hartimin e atyre projekteve, dhe unë tani më kam edhe një përvojë të këtyre kërkesave të parashtruara, sepse edhe në rrugën Brahim Ademi kemi pas kërkesat të ngjashme. Mirë po, për asnjë mënyrë nuk kam pas ndonjë gatishmëri për prishjen e atyre projekteve profesionale me shikimin e kryetarit të komunës, sepse unë tash personalisht jam kryetar komune, që nuk më jep të drejtë që të përzihem edhe në punë profesionale të inxhinierësve të cilët e kanë hartuar atë projekt. Po në këtë rrugë është e parapan që mesi që i ndon kërsit në mes vetit, më thonë nënën e majtë dhe djathë është e parapan një shirit për gjelbrim, i cili shirit dhe të ketë 2 gurë skajër, dhe më thonë një kufizim, për shkak se asfalti teknikisht nuk është e preferueshme dhe është pothuajse e pamundshme të qëndroj 3 shtresa pa e kufizu njëra anë. Do të thotë kjo është ajo zgjidhja teknike që është aktualisht. Projekti është i hartuar nga Kuvendi i Komunës Ferizajt, jo e dini është i hartuar shumë më herët, edhe është zhvillu konform që asaj që na e ka dhënën Komuna e Ferizajt para 2-3 vite. Aktualisht në rrugën Driton Islami në Ferizaj është duke u punuar edhe në infrastrukturën nëntoksore, ndërkaq zyrtarët e ministrisë u zotuan se së paku kursia djathtë e këtij projekti do të asfaltohet sa më shpejt në mënyrë që më ardhjen e mërgjimtarëve qarkullimi këndej të jetë më i lehtë. Rregullimi i kësaj rruge është projekt i përbashkët i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Komunës së Ferizajt që bashkë me rrugën Brahim Ademi kap vlerën e më shumë se 3.800.000 eurove.